Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Gjitha lavdrimet dhe falinderimet takojnë vetëm Allahu, ai që është vetëm pa shok. Dhe paqja dhe bekimet Allahu madhuro qofshin mbi profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë besimtarët që do ndjekin rrugat e tij deri në ditën e gjykimit. Vlezër, ne kemi për të bërë një vizita në Madina, është Xhamia Quba, që është pjesa e Madinës. Domethënë Quba është një fshat i vogël afër Madina. Dërguar Allahu xhallahu shanu kur ka ardhur për hijrati nga Makka, i pari ka qëndruar në Quba, edhe njerëzit Quba ka pritur shumë mirë dërguar Allahu xhallahu shanu. Edhe gjatë qëndrimit i tij dërguar Allahu xhallahu shanu ka dërtuar xhamia quhet Masjidul Quba. Edhe Allahu xhallahu shanu për këtë masjid ka lavdruar shumë. La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi. Sot xhamia e pari që është ndërtuar, është themeluar në taqwa, ajo meriton të falet namazat. Edhe fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, në atë xhami janë disa besimtar që duan të bëjnë pastrimin shumë e mirë. Allahu xhallahu shanu ka lavdruar dhe thot dërguar Allahu xhallahu shanu kush merr abdes në shtëpinë e tij edhe pastaj shkon në xhamia Quba edhe fal 2 rakat namaz, sikur ka bërë umra. Ka shpërblimi umra. Edhe dërguar Allahu xhallahu shanu zakonisht çdo shtun shkonte gaher makam mashian wa rakiban, gaher makam, gaher me mjet, edhe falte aty 2 rakat namaz. Me njerëzit Quba kishte lidhje shumë të fortë. Nëse ju bajmë në hadithi Sahih al-Bukhari, që një herë Abu Bakr radhiyallahu anhu ka dalë imam, dërguar Allahu xhallahu shanu kishte shkuar në Quba edhe ka vanuar për namazin në dreka, nuk arriti dot. Edhe sahabët duke pritur, pastaj Abu Bakr radhiyallahu anhu ka dalë imam. Edhe gjatë namazi, sa ka filluar namazi, ka ardhur dërguar Allahu xhallahu shanu. Edhe Abu Bakr ka kuptuar, njerëzit kanë filluar duke zeri ashtu. Profeti alayhis salam ka thënë mos bëni asgjë, vetëm gra duhet bëjnë ato trokitje duart, kështu, kur do dheni diçka ashtu, kurse burrat do thënë subhanallah, alhamdulillah, ashtu. Atëherë dërguar Allahu xhallahu shanu kishte shkuar Quba. Vleza gjatë sa fillova në video erdhi në vëllai muslimanë dhe ma ka dhënë hurmat Madina. Nga që ka dhënë hurma, ma kujtohet hurmat Madina, profeti alayhis salam ka thënë kush haj 7 kokra hurma ajwatul Madina, ai është ruajtur atë ditë nga magjia dhe nga helm. Edhe helmin nuk dëmton atje atë ditë kur ha të hurma. Edhe hurma ka shumë pjesa veçantë. Nuk them dot ne. Jeta besimtare. Eksakt ashtu Allahu xhallahu ka lidhje i fortë. Kjo komplet pjesa aty ishte hurma. Po. Mirë. Aty janë varosur gjithë. Pas xhamia Quba vlezar, bile ishte Xhabir radhiyallahu anhu që ka djali i tij, babi Xhabir radhiyallahu anhu. Xhabiri ka thënë babin e këtu në Madina për të varosur. Ne kemi bërë vizita Mali Uhud. Vetë. Edhe Allahu thënë këtë. Beteja Uhud. Do varosim në fusha. Në vitin e 3 hijretit në Shawwal. Lufta Badri që kanë humbur njerëzit Makka, pas humbja nuk ishin qetë. Pa dyshim nuk ishin qetë se kanë humbur i 70 veta të kryesor. I 70 kanë kapur musliman. Edhe pse kanë liruar me vonë, kanë pranuar islam nga ato njerëzit. Dhe kishin bërë betim për veten. Nuk kemi për të marrë gusul, domethënë nuk flim me gratë tonë, nuk marrim dush, nuk androjmë rrobat tona derisa nuk marrim hakmarrja nga muslimanët. Edhe to kanë përgatitur gjatë një vit plotësisht. Pse në viti 2 hijret në Ramzan ka ndodhur luftë, kurse kjo viti 3 hijreti është Shawwal, domethënë 13 muaj.
pas 13 muaj ato kanë ardhur prap për të luftuar kundra muslimanët. Edhe kanë dalë me 3000 veta. Kurse musliman, dërguar Allahu xhallahu xhanu ka bërë konsultim mashwara në Medina. Edhe ato njerëzit që nuk kanë marrë pjesë në luftën e Badrit, pse ka ndodhur me një hershëm, ato kishin shumë xhef të dalim jashtë Medina, do luftojmë jashtë Medina. Kurse Abdullah ibn Ubay bin Salul, që ishte munafik, brenda nuk ishte musliman. Në panë ishte musliman edhe me atë ishte në grupi i madh gafisi i tij. Domethënë me mendimin e tij djekshin ato. Edhe ato tha dorim në Medina dhe duke qëndruar në Medina do të luftojmë. Edhe vetë dërguar Allahu xhallahu xhanu kishte këtë mendimi. Por kur ka parë që besimtar tjera kanë shumë dëshira të dalin jashtë, dërguar Allahu xhallahu xhanu ka hyrë në shtëpia edhe ka veshur veshje të luftës. Sahabët kanë ngel peshman pse kemi bërë forcë, edhe o dërguar Allahu xhallahu xhanu ti vendose sipas mendimi jot, ne kemi folur vetëm nga dëshira. Profeti alayhis salam tha, profeti kur vesh një herë veshje të rrobën nuk heq derinsa nuk luftohet. Tani do dalim. Edhe doli. Kjo tani çfarë bëri? Kur arritën afër mali Uhud dhe ka parë ushtria që i madh, se 3000 veta ishin ato. Ka thënë njerëzit, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka pranuar mendimin ton, edhe ka dalë jashtë Medina. Ne nuk kemi dëshira të bëjmë gratë tonë e vep, familjet tonë jetimat, ato në ushtria shumë i madh. Kush ka dëshira t'i kthe me mua. Ai ka bërë qëllimisht për të dobësuar xhamati musliman, bashkimi musliman. 300 veta me njëherë dolën edhe gjelën vetëm 700. Kanë luftuar me emër Allahu xhallahu xhanu. Edhe alhamdulillah Allahu xhallahu xhanu na fillim ka dhënë fitoria. Dërguar Allahu xhallahu xhanu kishte saktuar në kodra e sigjitarëve. Është një kodra e vogël Jabal Rumat quhet, kodra e sigjitarëve. 50 veta që në qëfse se ato janë shumë, kurse ne jemi pak, në qëfse gjatë lufta kur fillon lufta i madh, nëse vin ato nga Kurizi, ta kemi 50 veta që sulmojnë atyre. Ato kur kanë parë që njerëzit Makka kanë humbja i madhe dhe janë duke larguar, që gra atyre ishin larguar, 20 gra kishin marrë për kandimet, për të fryrë luftës. Dhe ato e zbrytën, nuk kanë dëgjuar urdhin në kryetari atyre, nga që kanë kuptuar që lufta është mbaruar. Edhe duke parë këtë situata, Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, edhe Ikrama bin Abi Jahl radhiyallahu anhu, që atëherë ishin pabesimtar. Ato kanë marrë grupit vet, njëri kishte 150, njëri kishte 250, 400 veta kanë sulmuar nga Kurizi. Edhe ka thirrur atyre që ishin duke ikur. Ashtu ka marrë dëmtimi i madh muslimanë dhe ka rënë shahid i 70 veta. Aq i madh që është hapur lajme në film që Muhammedur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne kemi vrarë. Edhe sahabët kanë humbur drejtimin luftës. Ashtu ka ndodhur derinsa ka funduar me stadi shahidet. Edhe to është rënë shahid Hamza radhiyallahu anhu, kryesori, që ishte generali, komandani musliman. Edhe kjo ka ndodhur në betejën e Uhud. Edhe vizita Uhudi ka qëllimi ta kujtojmë ne ato shahidet që ka dhënë jetë për lartësimin islam, për të ngritur flamuri fjalës la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Ashtu varet i stadi shahida, ashtu që jemi duke partu në malin e në fushën e Uhudit. Edhe kjo ishte nga vizitat të kryesor të Madinës. Dërguar Allahu xhallahu xhanu bënte vizita her pas herë për shahidet e Uhudit. Dhe lusim Allahu madhruar Allahu xhallahu xhanu ardhjes tonë pranon, na forson imanin, edhe na jep të kuptimi që ne kuptojmë çfarë shpërbimi kanë, çfarë sakrificë kanë bërë ato për Allahu xhallahu xhanu dhe për fenë e tij. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.